Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, përfaqësues të sindikatave të Shqipërisë, punonjës të fasonërive, call centerave, pastrimit, ndërtimit, u mblodhën në një manifestim për të ngritur zërin për të drejtat e punëtorëve. Ata kërkuan paga më të larta, kushte më të mira pune dhe respektim të drejtave themelore që shpesh përfillen nga punëdhënësit. Kemi dalë sot për kërkuar paga më të mira, kushte më të mira pune dhe një jetesë dinjitoze. Në mënyrë që ne mos largohemi nga Shqipëria, ne jemi të rinj, punojmë sektorin call center dhe duam që të rim në vendin tonë, nuk duam të largohemi. Ne kërkojmë kushte më të mira jetese dhe jetë më të mirë për ne dhe për fëmijët tanë këtu. Kodi i punës nuk respektohet, është zero respektimi i kodit të punës. Përfaqësues të sindikatave thanë se restet e aksidenteve në vendin e punës janë në rritje, ndërsa u bën thirrje kompanive dhe institucioneve të rrisin mbështetjen dhe kontrollin për të garantuar sigurinë. Jemi këtu për të kërkuar institucioneve shtetërore të marrin masa për aksidentet në punë. Vetëm në vitin 2024 kanë mbetur të vdekur në vendin e punës 33 persona dhe kjo është një shifër shumë e lartë dhe qindra të aksidentuar. Po të krahasosh me numrin e punëtorëve në Shqipëri. Pothuajse në të gjithë botën, dita 1 maj synon të kujtojë lëvizjet sindikale për të kërkuar dhe siguruar të drejtat dhe kushtet e punës. Kjo datë ka zanafillën tek protestat e përgjakshme të mira punëtorëve të fabrikave të Chicagos më 1 maj 1866.